Para se të filloj me videon, do ju ftoja të abonoheshit në kanalin ton Thënie për Jetën dhe të klikoni si përziles për të marrë njoftimet e videove tona më të reja. Faleminderit. Ushqimi që po habit mjekët e konsumoni çdo mëngjes për 30 ditë do zgjidhni problemin tuaj më të madh. Kastraveci është një nga perimet që sjell shumë aspekte të mira, sidomos edhe në freskinë e trupit. Por freskia nuk është e vetmi arsye pse kastraveci duhet të konsumohet rregullisht. Sipas të dhënave, kastraveci përmban fibër, protein, kalcium si vitamina A, B12, B6, C dhe D. Një nga përfitimet madhore që kastraveci ofron në organizëm është stabilizimi i niveleve të kolesterolit dhe do t'jap gjithashtu rezultate të shkëlqyera në drejtim të shëndetit tuaj dhe në parandalimin e këtyre komplikacioneve. Sipas Healthline, në këtë video do të rëndisim disa nga përfitimet kryesore që organizmi juaj do të marrë nga konsumi i kastravecit. Kastraveci forcon sistemin imunitar, ka aftësi të jashtëzakonshme në uljen e niveleve të tensionit të lartë. Përmbajtja e lartë e ujit të kastraveci e bën atë një aleat të dobishëm në mbrojtjen e shëndetit dhe në parandalimin e komplikacioneve të tij. Nëse doni të keni një sistem imunitar më të shëndetshëm dhe të mbani nën kontroll këto komplikacione, kastraveci duhet të jetë pjesë e pandarë të dietave tuaja. Ndihmon gjithashtu në stabilizimin e tensionit të gjakut. Përmbajtja e vitaminave dhe mineraleve te kastraveci e bën atë tepër të dobishëm për shëndetin dhe për ata që vuajnë nga tensioni i lartë. Konsumi i vazhdueshëm i kastravecit çon në mënyrë të pashmangshme në stabilizimin e tensionit të gjakut. Ai ndihmon gjithashtu në uljen e tensionit. Njerëzit që vuajnë nga tensioni duhet të konsumojnë rregullisht kastraveca. Ai është një zgjidhje shumë e mirë kundër dhimbjeve të kokës. Tensioni i gjakut shoqërohet edhe me dhimbje koke dhe dobësi. Për të shmangur këtë gjendje dhe për të larguar dhimbjet e kokës, ju rekomandohet të pini lëngun e kastravecit në dietat tuaja. Ky lëng është i freskët dhe një zgjidhje shumë e mirë dhe e shpejtë për dhimbjet e kokës. Kështu rezultatet që do të sjellë në shëndetin tuaj e bëjnë atë një nga vlerat më të shtuara në rritjen e përfitimeve të trupit. Kastraveci është një nga perimet që sjell shumë freski në gatim dhe në shëndetin tuaj. Por freskia nuk është e vetmi element që kastraveci do të ofrojë për shëndetin nëse ai konsumohet rregullisht. Kështu, ekspertët e cilësojnë atë si një nga produktet me efekte më të mira pozitive në dobi të shëndetit. Konsumi i kastravecit ju sjell përfitime shëndetësore që ndoshta nuk i keni ditur më parë. Dëgjoni me vëmendje disa nga përfitimet më të mira shëndetësore që do të merrni nga konsumi i kastravecit në dietën tuaj sipas Healthline. Do të ofrojë një hidratim më të mirë për trupin tuaj. Është i njohur për sasinë e lartë të ujit në të. Uji pastron trupin dhe largon toksinat. Ju merrni 40% të përditshmërisë suaj të ujit nga ushqimet. Ai është i përbërë në masën 95% nga uji. Pra, nëse ju hani një kastravec, keni ngrënë dhe keni pirë në të njëjtën kohë. Kastraveci ka pak kalori. Kastravecët janë të pakët në kalori dhe përmbajnë 15 deri në 17 kalori. Veç kësaj janë një ushqim i pasur me vlera të larta ushqyese si me fibra, proteina, me vitaminën C, me vitaminën K, me vitaminën B, mangan, hekur, zink dhe magnez. Pjesa më e madhe e lëndëve ushqyese, fibrat gjenden në pjesën e jashtme të lëkurës. Kastraveci është një produkt shumë i mirë i cili do ju ndihmojë gjithashtu edhe në humbjen e peshës së tepërt. Për shkak të kalorive të pakta dhe fibrave të shumta, kastraveci është në favorin tuaj për të bërë pjesë e dietës më të rëndësishme e asaj që do ju ndihmojë në humbjen e kilogramëve të tepërt. Ai ndihmon mbi të gjitha edhe në shëndetin e mukozës së gojës. Nëse mbani një fet kastraveci në gojë për pak sekonda, ju do të largoni shumë bakterie dhe eliminoni kështu aromën e pakëndshme të gojës. Kastraveci është një ndihmë shumë e mirë ushqyese edhe për personat që vuajnë nga sheqeri. Kastraveci përmban disa antioksidantë që reduktojnë stresin oksidativ duke ndihmuar në uljen e niveleve të kolesterolit dhe sheqerit në trup. Ai ndihmon në uljen e niveleve të stresit. Është i njohur si një përdorues për uljen e niveleve të ankthit. Kastravecët përmbajnë vitaminën A, B, C, mangan, bakër dhe kalium, që janë të rëndësishme për krijimin e një sistemi imunitar të shëndetshëm.
Dhe kur trupi dhe sistemi imunitar janë të shëndetshëm, shpesh kjo reflektohet në flok, thonjë dhe lëkurën tuaj. Përveç kësaj, kastravecët janë të pasur me silicë, i cili është i nevojshëm për zhvillimin e indeve të forta lidhëse të shëndetit. Përmbajtja sulfurike është gjithashtu çelësi për të ndihmuar rritjen e flokut të shpejtë dhe të fortë. Sipas një artikulli të botuar nga Kolegji Huntington i shkencave të shëndetit, squfuri ka aftësinë për të formuar lidhje të forta që kontribojnë në flok të shëndetshëm. MSM-ja e cila përmban squfuri është gjithashtu e nevojshme për formimin e keratinës për thonjë dhe për flokun. Kastraveci do të përmirësojë gjithashtu edhe sistemin tuaj tretës. Siç u përmend në fillim të kësaj video, kastravecët përmbajnë nivele të larta të ujit dhe të fibrës. Së bashku, këto dy lëndë ushqyese thelbësore ndihmojnë në lëvizjen e ushqimit në trupin tuaj duke promovuar bakteret e mira të zorëve, të rregullojnë lëvizjen e zorëve duke parandaluar kapsllëkun. Kujdes më të mirë për shëndetin e zemrës. Është i njohur gjërësisht se nivelet e kaliumit ndihmojnë muskuj, nerva dhe veshkat për të filtruar gjakun dhe si rezultat ndihmojnë zemrën të lëvizë gjakun e pastër dhe të shëndetshëm në mënyrë efikase. Në të kundërt, ulëntimet kanë gjetur se kaliumi shumë i vogël mund të kontribuojë gjithashtu edhe kundër problemeve të ndryshme. Kastravecët janë një zgjidhje produktive për shëndetin tuaj. Ato do të mbajnë gjithashtu edhe një detoks më të mirë për trupin. Njerëzit që teprojnë me pijet alkolike kanë nevojë për një detoksifikim dhe mund të konsumojnë më shumë kastravec. Sipas ekspertëve, nëse hani disa feta kastraveci përpara gjumit, do të ndihmoni organizmin të vetë pastrohet dhe të rikthejë balancin e elektroliteve. Ai ndihmon mbi të gjitha për të rënë nga pesha. Kastravecët kanë tendencën të na mbajnë të ngopur për shkak të përmbajtjes së lartë të ujit. Ky i fundit rrit sasinë e kalorive të djegura dhe ndihmon përgjithsisht për të rënë nga pesha. Kastravecët pastrojnë gojën nga bakteret e dëmshme që shkaktojnë erën e keqe të saj. Mjafton të mbani një fet kastraveci në qelës për 30 sekonda, së bashku do të eliminoni edhe erën e keqe të gojës dhe do të riktheni freskinë e munguar. Vitamina B te kastraveci ndihmon në uljen e niveleve të ankthit dhe të stresit. Këto vitamina ndihmojnë organizmin të prodhojë më shumë energji. Antioksidantët, vitamina A, C, D, mangan ndihmojnë në uljen e niveleve të kolesterolit dhe sheqerit në gjak. Kësaj kastraveci rekomandohet veçanërisht për diabetikët, sepse ndihmon në mbarvajtjen dhe parandalimin e komplikacioneve të tyre. Përfshirja e kastravecit në dietën tuaj do të ofrojë shumë vlera ushqyese në rritjen e shëndetit dhe parandalimin e konsumimit të ushqimeve të dëmshme. Trangujt ose kastravecet bëjnë pjesë në 4 zarzavatet më të kultivuara në botë dhe janë një ushqim i shëndetshëm për trupin tuaj, me ndjen shpesh që cilësohen si një super ushqim. Kastraveci hidraton trupin. Kur jeni shumë të zënë në punë ose s'keni pirë ujë mjaftueshëm, hani kastravec të freskët, të cilët kanë në përmbajtje të tyre 90% ujë. Ai kompenson edhe ujin e humbur. Kastraveci lufton nxehtësinë e brendshme dhe të jashtme. Ngrënia e kastravecit ju ndihmon kundër urthit, përdoreni kastravecin në lëkurë për të përfituar kundër djegjeve nga dielli. Konsumi i kastravecit eliminon toksinat nga trupi. Uji i kastravecit vepron si një fshesë virtuale duke larguar mbetjet nga trupi. Ngrënia e rregullt e kastravecit shërben edhe për të shpërbërë gurë në veshka. Kastravecët kanë në përmbajtje të tyre edhe vitaminën A, B dhe C, të cilat shërbejnë për të rritur sistemin imunitar dhe për të mbushur trupin me energji. Nëse e përzjeni kastravecin me spinaq dhe karrota, dobit e tij do të jenë edhe më të mëdha. Kastraveci siguron lëkurës mineralet e duhura. Ato janë të pasur me magnez, kalium dhe silikon. Kjo është një arsye pse shumë qendra spa përdorin kastravecin në bazën e trajtimeve të tyre. Vëmendje, ju bëjmë me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj ose të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që do informohen dhe miqtë e tu.